Ma në fund të nisëm me restauru kirrin që kena me bu dhurot për juve. Sot kena mjandru një 15 sene. Pjanisht një vishpili zëjdo. Servisi motorit. Servisi moshit, servisi diferencialit, servisi hidraulikut, servisi frenave, frenat e pora, riparimi kukës, brojca diferencialit, pastrimi motorit. Frenat e shumë tjera. Zije ka. Zë, ka kom. Me shka për janisim. Ja filloj me servis të madh motorit. Shka i bje kjo servisi madh? A ka servis të vogla? Ka servis të vogël, ka servisi të madh, i bjen servisi vaje, filteri vajt, filtri i ajrit edhe filtrat e naftit. Okej. Për dallim për kirrit tem që ky e ka motorin e vet origjinal, apo? Origjinal. Që ky është 5 klepsha, 6 klepsha? 5 klepsh, 2.5 dizel. 2.5 dizel. Që ky është filteri i Vajt. vajt. E ky që është? Kjo filtri i ajrit. Gjendja është shumë e mirë, ha? Gjendja është... E këto për shumë me leo, a bën? Jo. Zbën, ha? Ja. 6 ndrën. Tash, pe jeku më dhe vojnë e motorit. Hajde ta shojmë që ka gjendin. Hajde. Va. Katastru. Ky sa litra i merë? Ky i merr 7 litra. 7 litra. Vaj i motor. Va. Tash ti? Tash jena të rregullu bazën e filterit të ajrit ka dridhje. Kena me qenë me ndru mbajtësat e filterit. Në ta me ca ku ndru. Që kjo është? Kjo është para filteri në oftit. Do të më ndru është gjendje katastrofike. Nuk ndreqet. Ja, kjo do të më ndru komplet. Ukri. Filteri në oftes? Para filteri. Para filteri? Para U filteri. vendas. Kjo është? Kjo është filteri i naftit. Edhe këto do të me ndru krejt, ha? Edhe këto do të më ndru komplet. A hisë bën me ndajq, ha? Ja, kjo veç i ri direkt. Edhe filteri në oftes shkaj. Edhe që të kërë, ku me ndajq të mjeshtri, tjetërin, ku me ndajq vetë se krejti këmë su. Servisi motorit të kryt, tash këna me jabu servisin e ndrusit shpejtësis. Tash të Tash të shkajmë ka lirë, në më. Tash të aty janë ndru vajin e ndrusit shpejtësive. Këto normal është mirë, çdo 50.000 km më janë ndru. Tash, me qëtë punë, e qojmë vajin e ri të ndrusit shpejtësisë. Shumë interesant, kjo nuk e ka kështu mja qitë 5 nelti, po duhet pak si qështu me pumpë. Sa litra i nëzën? Kjo të goni nëzën 2 litra. 2 litra. Ka 1 euro, 2 euro. Kur t'ja nis me pikë qështu, dije që është mush full. Edhe ta shëm shelim. Tash vazhdoj me ndrimin e 2 kushinetave të para, se ngani qysh për kërset. Së është mirë që kjo. Tash to kena me pastru. Qëtojnë kushinetat e vjetra edhe qëtojnë treja që kena mjanë gjithë. Kushinetën e parë e montum, i kena qitë mast, edhe tash për e montojnë. E montova keq. U regullu dhe kjo. Tash ti për jandrojnë vajin e servos timonit. Ti e rrinë me nxes për përtën shumë odhejës, po duhet një 10 herë me përvu. Tash nga ka këshyrë më është problemi i rëles, apo jenë nxemësat që duhet me jandru krejt. Problemi që vetura është ka përtën me dhejës, nuk janë nxemësat, po është releja. Shkjo është e vjetra, shkjo është e reja. Mas e këshyrë dhe ishtu mos harra me bu follow në Instagram, edhe në TikTok pram video, për me kuptu reglat e lujës. Tash ti kena me ndru qëta gypa që të, krejt që ta për shkak se jenë karrierën. Batarin e vjetër, pjandrojmë pjaqesën një 3. Tash po e pastrojmë pak motorin. Va. Ma shumë ja ka nisë më bëqyt që kjo që shka me dalë se sa jemi, se dzi ka plët në për Kosovë, në për Shqipni,
Po sigur ky që ka me dalë nuk është e kum pa. Për ditën e sotme me kry po video nuk është kry ala, se nesër kena marrë prap, edhe mi vazhdu edhe disa punime tjera, kështu që rrini, shihemi nesër. Në fakt shihemi fill stash. Mercedesi diferencialin original e ka pas me ABS, por dikush ja ka ndru, ja ka qitë normal, e që kjo po shkakton që ki rri kur të frenon me rshi. Sot kena me ndru diferencialin dhe me qitë originalin. Kjo pra është kabla diferencialit, edhe normal me hitë që të dikun, po që diferenciali është tjetër. Edhe këto dy mbajqat e diferencialit kena me ndru se jenë të prishta. Diferenciali ra. Që ky, se do në vune ku marrë vesh, pisil ke rotat e mrapta, apo? Po. Që kjo është mbajq si keq, i vjetri, që kjo është i reu. Për krejt juve që dëni me shqit, ose me vle vetura, që shë dhënë e kom vle Mercedesin, që ma mirë është vetura Scout.com, është 100%. Sukra e në Zvicër që është Kosovë, edhe ma mira është pa pagesë. Këtë kjerin e qetë çmimin edhe shetë. Ora! Ku hek? Kështë po marrë vesh në sens. Që kjo është diferenciali me ABS, që kjo është. Dalimi që unë e pesha është veç që kjo vendi i cenzurit, kjo e ka, kjo se ka. Krejt që të punë e bom, vetëm që kjo me pas vendin qëto. Tash procedura radhës është këna mja ndru vajin diferencialit mja qitë 3. Tash ja qesim vajin e ri, dikur rreth 1 litër e gjysë. Deri kur të pikë. Që ja nisi me pikë, do në thënë, o mosh të amon. Ja hekim edhe kukën, se shumë pa lidhe për dojë. Tash pe ulim kirin, edhe mjesht të doni, ka me dalë me përvu edhe me pase a është funksional. Inshallah bën. Diferenciali, undru me sukses, ABS e ka i bën edhe ati të farfrenume, ja. Kirin kërë kumblie vetëm e një qelës, që është me edhez. Do në s'ku mujt me qelë me mshel, shu që pja qesë në një bravë, që me mujt me qelë edhe me mshel. Brava re është me krëm, por edhe komplet kjerit këne me ndru bravat, këne me shqit me krëm të dalë ma bukë. Brava në ndrum, ta shojmë apo banë. Vazhdojmë me dritat. Sinalizus nuk i ka bojnë të shka, i këshyrim edhe atë. Tash për siguri ka e pastrojnë vendin siguresave edhe me pa nëse punojnë ose s'punojnë. Tash po ja qesim siguresat e reja. Edhe tregust u rregullon. Sfirena së ka bën? Që janë drejtësim edhe këta. Timoni është problem, ha? Problemi dul më konë timoni. Timoni kena mja ndru 3, kena mja bu me dru, por edhe këto 2 sfirenat jetë djekta. Kështu që mja pja ngjesim këto sfirenat, ku të na vjet timoni e lidhim edhe punën. Pjesa mekanike u kry. Na është jo 100%, po shka kena posha, kena mu gjatë rrugës, na është i mundet me dalë një problem i ri, por që për pjesën poshtë e kena ndru. Faleminderit krejtve juve që najtë deri në fund me po. Mos harroni më shumë e bëu follow pranë video në Instagram për me kuptuar rregullat e lojës. E për këtë bizneseve që doni më bëu pjesë e këtij bashkëpunimi, për këtë giveaway, kontaktoni në këtë email. Deri në videon tjetër që kena më pa të një maksimum modifikime, shihemi edhe ju dua krejt maraklive.